Atëherë përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin e radhës në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Sot kam kënaqësinë që t'jem në një bashkëbisedim me 4 studentë të Universitetit Mesdhetar. Ata përveç se janë studentë, janë edhe përfaqësues të ekipeve të sportit në futboll dhe në volejboll. Takimin që po bëjmë sot e bëjmë në fakt në lidhje me një element shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me sportet në UMSH, apo sportet në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Bashkë me mua këtu janë Klea Babaj, është studente e vitit të dytë në inxhinieri informatike. Faleminderit Klea. Faleminderit ju. Marko Gjona, që është në drejtësi, student i drejtësisë në vitin e parë. Faleminderit. Dhe Klaus Kereci, që është student i vitit të dytë, por në inxhinieri informatike. Faleminderit. E veçanta është që unë jo më kot përmendar programet e studimit të këtyre studentëve, por ata janë dhe përfaqësues të ekipit. Klea është në ekipin e volejbollit dhe Marko dhe Klausi janë në ekipin e futbollit në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Në fakt, ky takim ka si qëllim për të kuptuar, për të biseduar në lidhje me jetën studentore të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë dhe jo më kot donim të prekim në aspektin sportiv. Unë di që në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë funksionon zyra e këshillimit të karrierës dhe në zyrën e këshillimit të karrierës patjetër që ka një rol të rëndësishëm tutorët akademik, të cilët kanë ngritur klube apo ekipe të ndryshme në lidhje me programe të ndryshme të studimit në fakultetin e informatikës, në fakultetin e ekonomisë, në programe që kanë bënë me fakultetin e drejtësisë dhe shkencave humane. Ndërto, është dhe ekipet sportive, që është pra edhe njerë ekipi i futbollit dhe i volejbollit. Zyra e këshillimit të karrierës sigurisht që ka qenë gjithmonë një mbështetje e madhe për jetën studentore dhe besoj se këtë ma konfirmoni edhe ju. Po normal. Sepse përveç mësimit ju keni në një farë mënyrë keni arritur të bëni dhe një jetë ndoshta të jeni më afër praktikës apo një jetë studentore më të larmishme. Sigurisht që kanë një rëndësi shumë të madhe klubet studentore, sigurisht që kanë, por këto klube studentore nuk mund të ngrihen pa praninë e studentëve. Ajo që doja të ndajem me ju, madje unë kam një pyetje dhe po drejtohem ndoshta po respektojmë Klean, që është vajzë dhe direkt Kleas. Klea, a mund të na thuash pse zgjodhet që të përfshihesh në aktivitet sportiv pikërisht gjatë periudhës së studimeve? Unë mendoj se përveç mësimeve dhe studimeve është shumë e rëndësishme që të angazhohesh edhe me aktivitete tjera. Dhe mendova që sporti ishte opsioni më i mirë dhe kështu ka rezultuar. Përveç kohës shumë të mirë që kaloj me vajzat e tjera të ekipit dhe jo vetëm, se dhe përfaqësuesit dhe trajnerët na kalojmë shumë bukur bashkë, mendoj se ndihem shumë mirë me veten time dhe kjo më ka ndihmuar shumë. Okej, perfekt. Marko, a ka një lloj nxitje në angazhimin përmes klubeve dhe aktiviteteve sportive? Mund të thuash diçka për këtë? Po, normal që ka një angazhim dhe besoj se gjithë studentët janë angazhuar në këtë aktivitet që kemi zhvilluar. A ka një rëndësi ndërmjet ndërlidhjes së edukimit dhe zhvillimit personal? Mund ta thuash ti këtë? Po, skuadra ka pasur rol kyç në formimin tim, personal dhe profesional. Dhe përmes bashkëpunimit kam mësuar të dëgjoj, të komunikoj më mirë dhe të punoj me profesionalizëm. Dhe këto përvoja më kanë ndihmuar të zhvilloj aftësi që më përgatisin edhe në tregun e punës. Okej, pra do të thuash duke aktivizuar në këto aktivitete sportive, domethënë përveç studimeve, sepse këtu tani kam parasysh faktin që ti je një student i drejtësisë, një jurist i ardhshëm që luan futboll, dhe po dua që ti lidh të dyja këto. Dhe mendon që realisht ka ndihmuar edhe në socializime të tjera apo jo, se ka futbollistët janë edhe nga programe të tjera apo? Po normal, ka edhe nga programet e tjera. Skuadra jonë përbëhet nga të gjitha programet e studimit. Okej, perfekt. Klaus, a ke një moment të veçantë ti që se harron në aktivitetet që keni bërë me skuadrën tuaj të futbollit? Po, për shembull tani që kemi më të freskët është kampionati i ri që ka nisur këtë vit midis shkollave në futboll, basketboll dhe volejboll, ku shkolla jonë është përfshirë meshkujt në futboll dhe fuzboll dhe vajzat në volejboll. Edhe pse ne akoma nuk kemi bërë ndeshjen e parë, ka qenë pavarësisht një emocion gjatë stërvitjeve që kemi bërë me ekipin,
përveç faktit që normalisht të bashkuar kemi lozur, kemi qeshur, kemi bërë, më shumë mund të kujtoj dhe më pëlqen më shumë fakti që kemi ndetur mbas pjesës tërvitore dhe kemi bërë muhabet, kemi folur për pjesën akademike shkollore dhe pjesën jashtëshkollore me njëri tjetrin ku mendoj se na ka lidhur si tip dhe fizikisht, por dhe shpirtërisht me njëri tjetrin. Okej, perfekt. Unë jam kurioze në fakt të di se si arrini ju që ta balanconi situatën e të bërit aktivitetit sportiv, pra voleybollit, me periudhën e mësimeve. Pra, si arrini të bëni dhe mësimet dhe ndërkohë të aktivizoni në sport? Po, unë mendoj se nuk është gjithmonë e lehtë që mos themi kot, por sidomos gjatë periudhës provimeve, gjatë sezonit, por mendoj se kur një person e do diçka do arrit ta menaxhojë atë. Dhe vetë personalisht përpiqem që të jem goxha e rregullt me datat e dorëzimeve, detyrave, provimet dhe nuk më ka penguar kurrë jo sporti, por as aktivitetet e tjera që përfshihemi në universitet. Dhe do i thoya gjithë studentëve që të përfshihen sepse është vërtet kohë shumë e mirë që kalohet. Edhe në këtë mënyrë ti bën edhe profesionin, pra investon edhe në profesion, po edhe tek pasioni, nuk e çdo. Madje ka rezultuar që jam më produktive kur angazhohem në shumë aktivitete. Perfekt, perfekt. A mund të them, nuk e di, mund të pyes në lidhje me faktin që si ndihmon sporti në krijimin e ndjenjës përkatësisë në universitet, domethënë si ndjeni ju si student universitetit mesatar Shqipërisë përballë ekipeve në shkollat të tjera. Klausi e përmendi pak që para disa ditësh është bërë hapja e turneut të sporteve në universitete dhe ju, domethënë Universiteti Mesatar Shqipërisë sigurisht ka përfaqësi me ekipin e voleybollit dhe të futbollit. A keni një ndjenjë, mund të thoni në lidhje me këtë, cila është ndjenja, si ndjeni si student Universitetit Mesatar Shqipërisë në ekipin e voleybollit apo futbollit? Po, mendoj se është ndjesi shumë e bukur se është një grup që ndajmë të njëjtin pasion me pjesëtarët e tjerë të ekipit, ku na njihet emri, ku japim kontributin ton, dhe në momentin që ne shohim që ka rezultat dhe universiteti jon po përfaqësohet mirë, është ndjesi shumë e bukur që kemi dhënë sadopak atë kontributin ton. Mendoj se është shumë bukur. Okej. Marko, ti përmende pak më përpara që sigurisht të ndihmon në përfshirja në ekipin e futbollit edhe në aspektin profesional dhe personal. A mund të më thuash, e mendon si një gjë që ta zhvillosh më tej në tregun e punës, futbollin, apo do mbetet vetëm pasion? A mund të më thuash diçka në lidhje me këtë? Po, besoj se do ngeli edhe pasion, po edhe do merrem edhe më mbrapa, se duke qenë se ajo na ndihmon, jo vetëm studimi na ndihmon në formimin ton, por edhe aktivitete sportive, duke qenë se bëhemi edhe më të komunikueshëm, jemi edhe më të afërt me njerëzit, duke qenë se kemi dhe tifozët të zjarr, domethënë të universitetit tonë, ata që na japin zemër, dhe mendoj që do ta ndjekin se s'bën. Okej. A mund të pyes cili është roli yt në pozicionin që ti ke në fushë? Më sfushoj i krahut të djathtë. I krahut të djathtë. Klaus? Portier. Portier, portier. E frikshme. Okej. Atëherë, Klaus, a mund të më thuash, sigurisht që këtë ekipi që ju keni tashmë të ngritur dhe lojra që realizoni vijnë duke u rritur, domethënë gjatë përmirësimit. A kemi me progres. A kemi ndonjë mënyrë tjetër që mund të na ndihmonte për të ecur edhe më përpara në lidhje me progresin? Mendoj që nga pjesa e shkollës nuk është se ka diçka që mund të shtojë, por nga ana jonë si student apo lojtar skuadre, ishte pak më shumë ndoshta vullneti gjatë stërvitjes, orareve stërvitore, edhe angazhimi edhe jashtë pjesës shkollore, për shembull, duke mbajtur të paktën një farë regjimi, sadopak që tani është kampionati, qoftë regjim ushqimor apo një ecje mbas dite apo thjesht regjim me fjetjen në darkë, pasi shumë nga ne, pavarësisht se është sezon provime, shumë nga ne flem vonë natën edhe kemi pak mungesë me orarin e gjumit. Gjë që besoj se edhe trajnerët apo zëvendës trajnerët ju përmendin shpesh se duhet të keni një regjim. Na kapin nga veshje. I kapin nga veshje edhe korridoreve të shkollës. Më pëlqen këtë gjë. Që ju keni një komunikim kaq të mirë me trajnerët dhe zëvendës trajnerët. Meqense po flisnim për situatën e regjimit apo për dëshirën e madhe që keni ju, që keni këtë pasionin dhe mundësia që u jepet nëpërmjet aktiviteteve që zhvillohen nga zyra e këshillimit dhe karrierës. Në qoftë se unë do të isha një student e re dhe do të vija në Universitetin Mesatar Shqipërisë, sepse sigurisht ne presim ju studentët e vjetër në thonjza, me eksperiencë, me përvojë,
edhe në programet mësimore, po edhe në klubet studentore apo ekipet sportive, do t'i sugjeroni të studentëve të rinj që të afroheshin pranë këtyre ekipeve dhe cila do t'ishte arsyeja? Pse duhet vi një student i ri dhe të bëhet futbollist për shembull në Universitetin Mesdhetar Shqipëri, përveç faktit që mund ta ketë pasion, po pse duhet vite këto ekipe? Nuk ka pse thjesht bëhet futbollist, pasi shkolla jon ka shumë ekipe apo klube studentore, qoftë sportive apo jo sportive, për shembull siç janë klubi informatikës, klubi debatit, pastaj kemi edhe sporte siç i përmendëm tjetër përveç tyre, klubi shaut apo basketbollit. Klausi sa po e ruajti me fanatizëm faktin e të qenurit e pjesëmarrjes në klubin. S'ka pse të vita në klubin e futbollit, të shkojë te klubet e tjera. Sa po e ruajti me shumë fanatizëm që mos të afrosh në ekipin e futbollit. Edhe të vinë bujrum, nuk ka problem. Okej, a mendoni që keni Klea ndonjë mesazh për t'i dhënë studentëve në përgjithësi, jo vetëm studentëve të ardhshëm që do të vinë në universitet, po dhe studentëve aktual, një mesazh për përfshirjen e tyre në këto aktivitete apo në këto klube studentore? A është diçka e mirë, a është diçka ndihmose, mund të më thuash diçka? Po, unë mendoj se të gjithë studentët, qofshin të rinj apo ato që janë aktual në universitet, duhet të angazhohen me këto aktivitete. Nuk ka nevojë që të ndihen 100% gati që të futen në sport apo çfarë do lloj grupi tjetër, mendoj se mjafton dëshira dhe do mësojnë rrugës. Mendoj se ka shumë benefite për vetëm për të parë. Marko, këto ndjekësit që po na ndjekin, a do t'i bëjmë një thirrje që t'i bashkohen jetës studentore? Në fakt, unë kam një këshill për gjithë të studentë. Jo vetëm studimet mund të afërmojnë një student. Duhen edhe aktivitete sportive, aktivitete të ndryshme që shkolla organizon, dhe sidomos shkolla jonë që ka një larmi të aktiviteteve, që të afërmojnë studentin ashtu siç duhet, se jo vetëm studime mund ta afërmojnë studentin. Perfekt. Klaus, nam në gjë pa thënë, kemi ndonjë këshill? Nuk këshill, mendoj se jo të gjithë studentët përfshihen në klube sportive mbase për faktin që nuk ndjehen mirë me veten apo mendojnë që nuk do të japin maksimumin e tyre. Këshilla ime për ta është që hajdeni, provojeni, pasi fundja ditës askush nuk lind i ditur, apo askush nuk merr fanellën ditën e parë dhe loz i pari në skuadër. Unë për vete ndihem se po përmirësohem dita ditës dhe mendoj që sporti në vetvete është diçka për të bashkuar njerëz dhe për të rritur si mendërisht dhe fizikisht. Okej. Përpara se të kemi një falënderim shumë të madh për të tre ju, unë realisht shpreh falënderimet e mia dhe mirënjohjen time në lidhje me angazhimin që ju keni në këto ekipe, në ekipin e voleybollit dhe futbollit, dhe dëshirën e madhe, pse jo, për të bashkuar studimet, po edhe me aspektin sportiv. Mirënjohje në kuptimin e gjetjes kohës për të bashkuar dhe për të çuar lart emrin e Universitetit Mesdhetar Shqipërisë. Vetë kam qenë pjesë e asaj gjë se me sa pasion ju e morët atë rreshtimin mes universiteteve të tjera. Klausi ka qenë një nga personat që përpiqej të ngrinte sa më lart flamurin, dhe realisht me punën tuaj mendoj që me punën dhe vullnetin dhe dëshirën që ju shprehet, ka ishtë madhe mendoj që Universiteti Mesdhetar Shqipërisë, pse jo, do jetë kampion, sepse sikurse është dhe logo apo motoja e këshillit studentor tani, se po flas në emër të senatorëve, që në UMSH ka vetëm kampion dhe nuk lejohet që mos ketë kampion. Kështu që ne të gjithë, kur them ne të gjithë, stafi akademik, administrativ, i kemi syt nga ju në këtë turne, në këtë ballafaqim që do të bëni me universitetet e tjera, dhe sigurisht që ju presim me fitore. Shumë faleminderit për kohën tuaj, shumë faleminderit për përgjigjet tuaja të sinqerta dhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.